shpërblet marrë person që e le dohon për hir të Allahut. Mashallah te barakallah. A ka që si qelon? Natyrisht domethënë ka do të thotë më si që duhoni si gjuna si haram nuk është i përmend në sheria dhe nuk ka shpërblim të caktuar. Do të kisha përmend se lënia e donit është një vepër e mirë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam al-hasanatu bi'ashri amsalha, e mira shpërblehet, një e mirë shpërblehet 10 fish deri në 700 fish, dhe se shpresojmë që Allahu azza wa jall për këtë shpërblim që këtë hap të mirë dhe pozitiv që i kanë bërë doanxhit, e lut Allahun azza wa jall që për çdo cigare që e kanë lënë ka 10 sevape të shkruaj Allahu azza wa jall deri në 700 sevape. Që për Allahun azza wa jall as pak nuk është rëndë dhe vështirë që për çdo cigare që e lën cigaregjia doanxhia ta shpërblej ka 10 sevape deri 700 sevape. Dhe inshallah Allahu azza wa jall i shton për ditë sa më shumë doanxhit që e bëjnë niyetin me lënë dohonin